Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që e udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, të jesh musliman do të thotë të nënshtrohesh plotësisht udhëzimeve të Allahut fuqiplot. Të jesh i nënshtruar, do të thotë të organizosh jetën sipas mësimeve të Zotit, ashtu që besimtari arrin në nivelin e synimit të kënaqësisë së Allahut edhe xhennetit, e për të synuar xhennetin edhe kënaqësinë e Allahut duhet të jesh i devotshëm, e i devotshmi duhet të ndodhet në gjendje, në pozitë, pastaj edhe i gdhendur, e i rregulluar me mendime, fjalë e vepra pikërisht ashtu si i pëlqen Allahu i madhruar, Zoti i gjithësisë. Ndodhemi në muajin e Ramazanit dhe agjërimi është vepra më sublime e cila e identifikon këtë muaj dhe këtë kohë jashtëzakonisht të vlefshme, ndërsa synimi kryesor i agjërimit është arritja e devotshmërisë. E devotshmëria krahas gjithë atyne që i kemi thënë, e i kemi dëgjuar, e i lexojmë, e i mendojmë si respektim i urdhrave të Allahut dhe ndalesave të Tij, si organizimi i jetës sipas mësimeve të Tij, e kështu me radhë, devotshmëria të nderuar vëllezër duhet të prodhojë gjendje. Ajo gjendje është gjendja e besimtarit pikërisht ashtu siç Allahu i madhruar ka dëshirë me e pa. Pikërisht ashtu siç Allahu i madhruar është i kënaqur me e pa. E kjo gjendje pastaj do të prodhojë një mirësi të besimtarit, e cila manifestohet në lidhjen e tij me Allahun e madhruar, ku rolin kryesor të përkushtimit ndaj Allahut e ka esenca, e brendshmja, përzemërsia dhe sinqeriteti. Përtej kësaj, me gjithë rëndësinë që ka formaliteti, megjithatë me sinqeritet dhe përzemërsi arrihet efekti, për shkak se te formaliteti ne si njerëz jemi në sprove dhe nga njerë harrojmë, nga njerë habitemi, nga njerë shpërqendrohemi, nga njerë nuk i bojmë gjanat si duhet, edhe atëherë kur si pasojë e harresës ham ose pim gjatë ditës, realisht nuk e kemi prish agjërimin. Për shkak se para mëngjesit kemi thonë sot du me agjëru. Pra kjo është ajo gjendja e mbrëmshme e cila e te i kalon, madje edhe e kompenzon dobësinë njerëzore. Gjithsesi, duhet në nënvizu se nuk mjafton që veç në raport me Allahun besimtari me e pas brejnë, qysh me i rregullu gjanat, mirë po kjo lidhje e mirëfillt me Allahun e madhruar, duhet të prodhoj edhe kujdes dhe mirësjellje në rrafshin horizontal. Kemi sprova edhe sfida në raport me njerëzit me të cilët jetojmë dhe bashkëjetojmë, ku sa më e madhe afërsia, aq më e madhe është përgjegjësia, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 2 hadithe në të cilat ka treguar se kush është njeriu më i mirë, në njërin prej tyne thotë në mënyrë të përgjithshme khairun nasi anfa'uhum lin-nas, më i miri i njerëzve është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Mirë, po kjo është shumë e përgjithshme. Njerëz janë të gjithë, të afërmit edhe të largëtit, njofshmit edhe të panjofshmit. Ata që i duam edhe ata që mbas edhe nuk e dim se ekzistojnë. Ndërsa në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e specifikon, thot khairukum li ahlih. Më i miri për juve është ai që është më i miri me familjen e tij. Dhe kjo duhet jetë gjatë gjithë jetës, duhet jetë gjatë gjithë vitit, dhe një gjatë cilën rëndom e kemi obligim, një gjatë e cila rëndom llogaritet se është virtyt, ajo në Ramazan rritet, duhet kultivohet edhe më tepër, dhe nëse duhet jemi familjari më i mirë në botë, atëherë në Ramazan duhet bëhemi edhe më i mirë se vetvetja jashtë Ramazanit. Nga se edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ishte piktakimi i të gjitha virtyteve. Ishte shëmbëltyra e virtytshmërisë, në Ramazan bëhej akoma më i virtytshëm.
për shkak të atmosferës, për shkak të ambientit, për shkak të takimit që e kishte me Xhibrilin, një herë muaj nga se e mësonin së bashku e përsërisnin Kur'anin. Pra, kemi obligim që të bëhemi të mirë, fillimisht në familje, në rrethin më të ngushtë, aty ku kemi më tepër përgjegjësi, aty ku nëse lojmë pa kry çfarë do obligime dhe detyre, padyshim që edhe korritemi, edhe ngarkohemi me përgjegjësi. Jashtë kësaj, shkon rrethi duke u zgjanu, edhe shkon obligueshmëria, intensiteti duke u zbeh. Jo, nuk është kjo mungesë serioziteti, por është mungesë mundësie, për arsye se rrezja e veprimit sa më larg të shkojë, bëhet më e zbeh. Megjithatë mbetet udhërrëfyes i secilit besimtar, pastaj i secilit agjërues, që të jetë dashamirës për të gjithë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Asnjëri prej jush nuk do të jetë besimtar si duhet, përderisa vllai të vet të mos ja dëshiroj atë që ja dëshiron vetes. Nderuar vëllezër, agjërimi duhet të na e gëdhen shpirtin në radhë të parë, duke e pas parasysh se është ibadet i cili është ekskluzivisht shpirtëror i brendshëm. Asnjëri nuk ka çasje për tjetrin me e ditë a është agjërueshëm apo jo. Kështu që mbetet e brendshmja e veçantë për Allahun e madhruar, nga se vetëm ai ka çasje në te dhe pikërisht për shkak të kësaj, agjërimi nuk shitet askund përveç se në tregun e Allahut të madhruar. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Krejt tjerat njeriu mundet edhe dikun tjetër me i plasu. Mirë po agjërimin jo, Allahu thot ai është i veçantë për mua dhe unë në mënyrë të veçantë për te shpërblej. Historia nuk ka regjistru të jetë bo ibadet dikujt përveç Allahut me agjërim. Historia nuk ka regjistru që të jetë bo reklam me agjërim. Ne mund të flasim. Mirë po si gjendje, vetëm Allahu e di. E kur sheh Allahu neve agjërim të mirëfill, atëherë detyrimisht duhet të shohin familjarët tanë, të afërmit tanë, prindrit kush i ka gjallë, farefisi, fqinjet, kolegët e punës, të gjithë duhet të shohin mirësinë neve për arsye se agjërimi i cili nuk prodhon mirësi konkrete, atëherë duhet hulumtu se diçka me te nuk është në rregull. Andaj të nderuar vëllezër, agjërimi edhe këto kohë dhe këto ditë të vlefshme edhe të veçanta dhe shumë të bekume, duhet të na ngritin në nivelin e njeriu të mirë. Njeriu të mirë me Allahun, edhe njeriu të mirë dhe të dobishëm për rrethin e në radhë parë për familjen. Dhe nuk mund të imagjinohet, dhe nuk është në asnjë mënyrë e qëndrueshme që dikush të bëhet i mirë në sokak e të jetë i keq në shtëpi. Këtu kemi çrregullim. Një njeri i cili ka zotnillak me shokët e vet, me kolegët e punës, me ata me të cilët e ndan kohën në kafe, ndërsa në shtëpi është tjetër, në familje është tjetër, nuk është i mirë, aty ka një çrregullim shumë serioz. Edhe këtij njeriu i mungon performanca e duhur, pavarësisht pse maskat edhe makijazhi tregon diçka, por esenca fatkeqësisht mund të tregojë diçka tjetër. Andaj në këtë aspekt duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Në vëllezër, agjërimi është sakrificë. Na kap uria, na kap etja, na kap lodhja. Shkojmë në shtëpi pas dite para iftarit. Nuk duhet të krijojmë atmosferë të zhymt nëpër familjet tona, edhe mos me guxu familjarët edhe fëmijët me dëgju zonin për shkak se babën e ka lodh ose e ka mërzit ose e ka zonë Ramazani. Kjo nuk është në asnjë mënyrë në rregull. Përkundrazi, ai bab, ai krye familjar, ai besimtar, ai vëlla musliman, kur shkojnë në shtëpi duhet ndoshta edhe atomin e fundit të energjisë me e vënë në shërbim që familjes t'i kthehet disponimi. Atmosfera në familje të bëhet gazmore, e lehtë, e përballueshme, e jo e kundërta. Për arsye se ne e kemi modelin edhe shembulltyrën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pikërisht i ktill ishte ai i bekum, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për te. Pastaj, në çdo hap të daljes jashtë, gjithsesi duhet të rrezatojmë edhe të reflektojmë pozitivitet, ashtu që këtë ambient
të cilin Allahu i madhruar na e ka mundësu, edhe na e ka kriju me ardhin e Ramazanit. Hapja e dyrëve të xhennetit, mbyllja e dyrëve të xhehenemit, prangosja e shejtanëve, që është një përparësi shumë e madhe. Paramendoni çka ka bëu Allahu për neve në natën e Ramazanit, me e lanë këtë ambient, pa e shfrytëzu, pa e kultivu, pa e fuqizu besa, ashtu që ajo djallëzorja që është minimizu, i kalon hapësirë e nxullores, e të bëhemi ne reflektues të asaj, në mënyrë që edhe agjerimi ynë, edhe ibadetet tona t'jenë më të kompletuara. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allah për vetë edhe për ju, andaj dhe kërkoj falje se Allah është falës dhe mëshirës. Sprova e tjetuarit në kolektiv është serioze. Pikërisht për shkak të kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai njeri i cili jeton dhe përzihet me njerëz. Si pasojë, u bën sabër shqetësimeve që ata ja shkaktojnë. Është më i mirë se një njeri i cili jeton i izoluar, nuk përzihet me njerëz dhe si rrjedhoi nuk ka rast me tregu durim për shqetësimet e të tjerëve. Njerëzit për njëri tjetrin janë sprovë nderuar vëllezër. Njerëzit për njëri tjetrin janë sprovë. Ajo sprovë ka dy kahje. Njëra kahje janë të drejtat e njërës palë që automatikisht janë obligimet e palës tjetër. Shembull, bashkëshortët, burri dhe gruaja, kanë të drejta dhe obligimet. Drejtat e gruas janë obligimet burrit, edhe anasjelltas. Prindërit dhe fëmijët kanë të drejta dhe obligime. Të drejtat e njërit janë obligime për tjetrin, edhe anasjelltas. Të këtill janë fëmijët, të këtill janë farefisit, të këtill janë kolegët. Madje kështu është puna edhe me të huaj. Me ndonjë njeri të cilin njëherë njëtë keme e taku edhe atë rastësisht pa ndonjë plan tonin, edhe ai ka drejta që janë obligime për ty edhe anasjelltas. E këto besimtari i plotson më mirë se çdo kusht tjetër, për arsye se e ka një motiv shumë të veçantë. Motivi i besimtarit, edhe për me duru, edhe për me sakrifiku, edhe për me dhënë, edhe për me e gëlltit shqetësimin, që dikush eventualisht i shkakton, motivi është se e kemi Zotin i cili na vëzhgon, na mbikëqyr, na sheh, na dëgjon, edhe për çdo fjalë, vepër, atçndrim. Madje edhe për çdo mendim të përzemërt, na merr në përgjegjësi ose na shpërblen. Andaj besimtari kur e ka parasysh një gjatë tillë, padyshim që bëhet shumë i vëmendshëm edhe i vullnetshëm, për t'u tregu vetë mohues. Vetë mohues do më thonë e shkel egon tone, e shtyp deri në maksimum, edhe synim kryesor i yt edhe brengë jotja është vetëm kënaqësia e Allahut fuqiplot, e cila gjithsesi nuk është e lehtë për t'u arritur. E thonë, virtutshmëria në Ramazan duhet të shtohet, guximi për t'i largu të këqijat nga jeta duhet të shtohet, vetbesimi për të marrë qëndrime përmirësuese në jetën tonë, edhe të familjeve tona, edhe kudo që shtrihet rrezja jonë e veprimet, edhe aty duhet të shtohet, e pastaj duhet të shtohen edhe bujaria, edhe gatishmëria për bamirësi, edhe kështu me radhë, të gjithë ne në vëllezër Ramazanin e përjetojmë si diçka të veçantë, andaj ngarendim edhe nxitojmë që shumicën e punëve të mira t'i bëjmë në Ramazan. Për këtë arsye, në Ramazan ka njerëz që falin namaz, edhe pse jashtë Ramazanit nuk falen. Ne që falemi rregullisht, në Ramazan falemi më tepër se sa jashtë Ramazanit. Shumica e njerëzve synojnë ta japin zeqatin, bëhen më solidar, bëhen më bujar dhe dorlir, japin sadakaja e lëmoshat të ndryshme, e ndihmesat të ndryshme, pikërisht duke e ditë se Ramazani është i veçantë edhe në vlerën e veprave. Andaj, duke qenë se jemi në këtë kohë, ju bëj apel të nderuar vëllezër që edhe atë gjymertllëkun të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam e shtonte në Ramazan, ta shtojmë edhe ne. Thot Ibn Abbas radiallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte njeriu më bujar. Edhe për një mend historia nuk regjistron njeri cilët i është thonë ndonjëherë apo ma jep një gjë e të ketë thonë jo. Ka mujtë me thonë se kam, s'kam mundësi me ta dhanë, se posedoj, apo me posedu një gjë. Mja kërku dikosh, edhe me thonë jo, s'ka ndodhë kjo të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na e kemi modelin aty,
Mbase nuk është nevoja të bëhemi deri në këtë nivel, mirë po kemi shumë gjëra të nderuar vllazën me të cilat Allahu na ka begatu, e kemi tepër, e te i kalojnë nevojën tonë, e që ato është mirë me i nda me të tjerët, e posaçërisht tash vjen fundi i Ramazanit, zeqati, sadakatul fitri, kontributet e ndryshme me të cilat mes tjerash edhe institucioni i Bashkisë Islame funksionon nëpërmjet tyne. Hoxha shumë mirë e përmendi, e falim namazin e udhëtarit, nga njerë nuk jemi në gjendje me i majtë me në gjitha të dispozita, kikon e thirë. Ekziston institucioni i hoxhës i cili të mëson qysh me menaxhu namazin, ibadetin tanë. Këtë institucion shfrytëzoje me menaxhu edhe zeqatin tanë, me menaxhu edhe sadakajat edhe gatishmërinë për me bo mirë, e gjithsesi mbetet që Allah i madhruar t'i pranoj veprat tona e të na shpërblej për to. Ne gjithsesi jemi vetëm optimist edhe shpresues në këtë. Allahun e madhe lusim që të na e mundsoj që pjesën e mbetur të Ramazanit ta kalojmë ashtu si është nasia e tij.